ditë me mjegull, kogja shumë, sidomos edhe për te i Prishtinës ka pas shumë mjegull, kështu që lutem bëni kujdes në komunikacion kudo që t'jeni. Edhe sot kena me qenë bashkë me një tjetër temë që kena me diskutu për 2 orë të plota me Glam Radion dhe 1 orë përmes Koavizionit. Mirë se erdhët dhe ky është kolegu im më i ri, Arsim Limoni. Brend Noje. Për juve që jeni në komunikacion, nga ky moment presim bashkëpunimin me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi. Në 049978978 mundeni me na tregu foto edhe me na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara. Të njëjtin numër mundeni edhe me na telefonue me u përgjigj për temën e ditës së sotme. Dëshirën se kena folë një ditë e kena pas për dhuratën edhe na kthyn dëshirë. Atë ne kishim dhuratën, do të dëshira ime është e sot na tregoni dëshirën që keni që doni me u realizu për këtë fund vet. Mos na ktheni dhurata sot. Sot na folni për dëshirën. Cila është dëshira juaj që do doni të realizohet në këtë fund vet në 049978978 mundeni me thirr nga ky moment, por fillimisht po e dëgjojmë kanë kena me dëgju tjetër. Dje Yll Limani çush kena tregu e ka lansu albumin Matri, edhe përveç albumit i ka bë edhe me videoklipe. Edhe gjitha videoklipet ishin të realizuara në Spanjë, Barcelonë. Kështu që po e shohim njënën prej tyne, se s'muj na krejt një shumë e ne. Po i thojnë ma shumë këtë trendi i fundit. E kanë gjithë, ishin jashtëzakonisht mirë të realizim. Po levër, Yll mo! Kthema, hajde këshyrim kom po do me kthy. Se e di që shumë janë tu kthy një me. Ka tregu që është një këngë dedikume për mërgjimtarët, që kur ta dë të mbar, kur do që të veni, kur do që të mrini, edhe uroj të gjeni krejt mirë, të gjeni krejt shëndosh, edhe ta shijoni këtë fundvit që ashtu qysh e meritoni. Por ndryshe ju që jeni në komunikacion informatat që kanë fillu me arrit, po na tregojnë për pjesë ngarkuara dhe po shihet shumë e ngarkuar dalja e autostradës në Fushë Kosovë, shumë e ngarkuar qasja për tek rrethi i Çaklavicës, shumë e ngarkuar është pjesa poshtë Veternikut deri tek rrethi i ambasadës amerikane dhe nga fshati Shkabaj deri poshtë Veternikut. Kolon ka dhe rruga Agim Ramadani, që po shihet me kolon nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës. Tu janë dhe informatat e para sa e përket komunikacionit për ditën e sotme. E Petrol Company na tregon se në Hajvali e ka euro dizelin 1.9 cent, benzinën 1.10 cent. Për juve që doni me rimbush makinën me derivatet më cilësore, që bëni më shumë kilometra e keni me super shpime në Hajvali, edhe mundeni me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Tu e rimbush makinën vlerë më shumë se 10 euro, merrni kupon 22 kupona, 33 kupona e kështu me radhë tek Petrol Company. Ja telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty, me kë po flasim? Sara nëna e Treneshve. Po ku je, Sara, je mirë? Po, Allah i që të shpia mirë, te? Treneshta i kimi mirë? Mirë, alhamdulillah, me gripin komës mirë janë. M'vjen mirë. Sara, cila është dëshira që kështë dasht me tu realizu këtë fund vetë? Dëshira... Postira për përgjigj që thashtë ju përshëndes një herë juve dyve. Po pa e pas një dëshirë është e pa mundur, a? Krejt dëshirat juve dyve ja u plotësan. Faleminderit bashkë me ty. Dëshira ime është më pasën fëmija sukses e jetë, edhe une me pas shumë sarma me hongër edhe shumë fare. Ko gja dëshira paske. Hajde po uroj me tu realizu, faleminderit shumë. Edhe juve inshallah. Hajde gjithat mirat. Që keme sarma vla shumë përshtypje. Me sarma. Bashkë si sarma që thashtu bo dhe komunikacioni se po shihet i pështjellë gjithandej. Po, kolon ka rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës bësht një informatë e radhës që ka arrit, pastaj po shihet edhe rruga Luana Ladinaj në drejtim të rrugës UÇK dhe ana Sjelltas nga Newborni deri tek rruga Tirana me kolon, pjesë shumë e ngarkuar edhe kjo. Hyrja në Prishtinë nga zona industriale në Fushë Kosovë fillon e vazhdon kolona deri tek udhkryqi i Katedralës, nga zona industriale edhe deri tek rrethi i Fushë Kosovës në këto momente keni kolon. Kjo është gjendja momentale e komunikacionit dhe informatat që po vazhdojnë e po arrin në 049978978. Ju vazhdoni na mbani të informuar kudo që shihni kolon, thjesht na dërgoni një foto edhe na kena me informu krejt pjesëtar të tjerë në komunikacion. E në informat shumë e rëndësi për juve që doni me përfitu zbritje tek Enza Home, sepse atje keni super zbritje për këtë sezon festiv. Mundni me shku shembull me marr dyshek undopjo që vjen me 10 vite garancion edhe për vetëm 299 euro. Këndin që bët edhe krevata, e këndi që bët po mundin për musafirët në zunit, dikush pa pregadit, lakja hap,
Po, na vjen që tash, na vjen gjithë. Është 699 euro, edhe shumë të tjera zbritje gjeni tek Kenza Home që zgjat vetëm deri me 25 dhjetor. Kështu që shkoni atje dhe përfitoni nga këto super zbritje. Hajde telefonata, përshëndetje. Alo? Taj pas kanë shupi shkollësa. Okej, emisioni jonë, po, duhet më përcjell me krejt. Mundësh, do më thonë, si dim pak diçka me folme, na përcjell. Mirë po, se na jena kujdesshëm. Me na telefonu, duhet me qenë ata që kanë moshën janë matritën se 18 vjet, për arsye të temave, edhe pse dëshirat të mëdha kanë edhe fëmijët për fund vit. Po, na po flasim për do dëshira tjera me nangu fëmijët që me di çfarë dëshira. Po, ata i kanë do dëshirat çudisin. Hajde telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo. E di që është në di. Që përshëndetje, s'ki internet mirë. Jo, valla kam... Daj, unë e pesha këtu, më së më thuj kam, së në isha senë, daj. Qa është të livrit pak, se pas kënë zonë internetin me faqe e këtë ranu. Daj, si e si kalon? Mirë, falënderit, jo qyshje, jo kam juve. Mirë, unë e mirë e ki mesën. Me fa. Qa e me rëndësi? Me fa. Mesën tash e mas kom e tirë që kerosh. Qa po thu, bre, po qëfar që i ke rushi kjo? Që më pëlqen, është shumë fjallë dhe atuse. Shumë i pëlqen, daj. Pëllim o dajosh. Dajosh. O daj, asë njësë me ardha? Jo, pasha zotin se kom e bo operacion gunin bre daj. Kur kime bo daj gunin operacion? Që tash edhe një 2 ditë 3 që po pres veç kur të më tiren. Okej. Se thash mu se ki mas vitit 3 po më gjonë që si arsye daj i shumë i dho. Jo, valla, jo, pasha mu e ti. Daj! Se daj? Kur qovish për qefë, vishtu e ndrejsh gunin. Hajde dëshira jote. Dëshira e pundet kësha pas qef mu taku me motrën, se edhe ajo s'munët me ardhë, edhe ajo është smut. Do më thonë, kjo është dëshira jote për këtë fund vetë. Po, se edhe një shoqë që sajnë në Amerikë, është të më thire një ditë pa vete për motrën që shë kom tash vëlloj, tash mos vetë tash. Se? Tash veç edhe do milë pe i vynë, tash edhe me bo halde. A qa je i ronë, qa e ki do fjallë daj? Tash vëlloj, tash qërën e ka, yndyrën e ka, veç edhe do milë edhe... U kur ju halvja? Shumë i ka doja, i ka tronat, lezeqme po i ka tronat. O dojt, përshëndes shumë. Edhe une ju përshëndes shumë. E pas një pas ditet mrekullueshme. Po dajosh, urna. Po, par dje që e thash për atë në gjarjen, pasha zotin është e vërtet. Cilën gjarje? A polisi që e ka ro 2 shqiplakan. Po, si Barcolet që thash une? Po, është në gjarje vërtet, pasha zotin. A mo t'ingloj si Barcolet me qenë? O doja kejt... Ajo Barcoleta dika e ndaljen, inspiru dikon. Kjo spenjali, o dojen. Kjo doja kejt jetën e ko, Barcolet do këtë jeta e tina. Ju dubra. Që si që sharake me rëndësim. Dojt, përshëndesim. A i dos t'i angër shuplaka që sharake po do këtë doja ka ke shuk noq. Sot asaj dita i shoki mo, doja si ja bën mos hypi me ty në kjarë. Po du me përshëndet shumë Serious Wine, ja u dërgova sot një Barcolet shumë simpatike, që nutricionisti po thot po han keq, mjeku po thot nuk jetu mirë, kështu keq, veç Serious Wine po thot bravo zgjedhje shkëlqyer. Normal. Cilën të që ta merr thot bravo zgjedhje shkëlqyer. SeriousWine.com është websajti ku duhet me hyë dhe me i bo porosit online për krejt pjetë festive. Këtë fundit keni qindra lloje në zbritje 30 deri në 50%. E kemi si rekomandim të aranin gjithmonë, ju kemi thonë verën franceze ta provoni, ose të bardhen, ose të kuqen, ose dhe rozeju që keni qef as krias tani. SeriousWine.com, për ndryshe e keni me 3 dyqane në vend, me zbritje deri në fund të muajt, deri me 31 dhjetor, po si kësha thonë me lon bash deri në fund muajt, se muajn me u harxhu, kështu që porositni ose shkani bleni në dyqan fizikisht. Këta meshme kanë lon deri në fund, se na gjithë në ditën e fundit i lojnë ato sa. Po na kena qef me vazhdu pak, natën e dytë, natën e tretë, kështu që dhe atë na vyn. E pas na harru, po njëri ma herët i bën ketë ato, e pas na harru. Krejt blerjet i lojna një javën e fundit ose vikendin e fundit, kur është vit i ri ose na i festë. Çfarë ditë more pak para se mu boj isha njerëz salom. Kur shkon market vishmet tu
përfundet me dorë. Qa bone që shje, qa bone që shje. Se dola sa rrova kishe diçka, s'ka marrë kur gjo. Me marrë diçka shporta që kaq. Fore. Ani dhe se lirë. Kolon dalja e autostradës në Fushë Kosovë. Kolon qasja për tek rrethi i Çaglavicës. Këto janë dy pjesë shumë ngarkuara, por pjesa më e ngarkuar është pjesa për me shku në Fushë Kosovë nga Prishtina, nga zona industriale Kolona deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Çe fjon telefonata? Alo. Nga Prishtina, nga Çe tjetra? Dalin i televizorin kush do që na thire. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Kush telefonon? Sabria për Gjermania. Qysh je, Sabria, je mirë? Mirë. A je nisa po vjen ajo? Alo, se la nisë, se kem njetë mund. Alo, kur po planifikon me ardhë? Verë. A, Sabri? Ndjelen. Okej, vjen mirë. Tregom, cila është dëshira që kështë dasht me tu realizu këtë vetë? Me fitu vetë ndosja. Po ma bre, Sabri, a kena thonë mos me folë për politikë? Ha dhe kalofsh mirë, po si të folin, po e kom një farë liste jem të e bosh të për shta, dhe mos i sponak respektojnë. E kena një listë, po zez nuk po thojnë, apo një listë, një listë të veçantë për juve që na folni për politikë. Respekte bre, respekte, kur gjo ma shumë. Nejse, 049 kena prit nga këto përgjigje, i presim, ka me pas alat utje, po në qatë listë krejtë. Cim, a di qysh, kur po shoh në për media, do deklarata, do pyetje, do po e shoh që i madhe i vogël deri tek presidentja dyqysh po akuzohen edhe po nuk po respektohen në këtë aspekt. Respekt. Nuk po di. Respekt po. Po de. Kolon e gjatë është edhe rruga Agim Ramadani nga komuna drejt e Kullkryqi i Menzës dhe Ana Sjeltas. Kolon e gjatë është tani edhe rruga Luana Radina i përshjet nga rruga UÇK deri tek rruga Tirana, qendra e Prishtinës. Rruga Tirana vet me kolon deri tek rrethi brapa stadiumit, vazhdon kolona në rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore model. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje mira. Kush na përshëndet? Ramiz i këtu. Ku je Ramiz? Që ju? Çka po bën? Allah, që sa erdha pi punë. A u lodha Ramiz? Edhe mora laksu pak me ju, mi u qëqu. Po vjen mirë. A u lodhe Ramiz? Faleminderit. Ja, ka pak. Po vjen mirë. A e pe temën për çka po flasim? Po. Edhe tregon ati dëshira që do doje të realizohet në këtë fund vit. Cila është një dëshirë që kishe pas shef me të realizu? Ko shef më realizu, më konë Kosova me mira dhe me pastra dhe me e bukra. Qashtu, e shuston përgjithësi ma knas një zanë, do më thonë kur folni për krejt. Faleminderit që mora mizon. Edhe ju ashtu. Faleminderit. Kalofsh mirë. Respekte. Edhe ju ashtu. Qa? Faleminderit. IPCO ka sjell pakot e reja, sidomos për përdoruesit e IPCO-s që janë me parapagim tip mini, tip super dhe tip max. Kështu quhen pakot e reja të IPCO-s, që secila ka nga një kod të vetin që ndryshon vetëm me nga një numër, kështu që është mirë me hyrë në aplikacion të IPCO-s ose edhe në website për me i pa kodin e secilës pako që ka 200, 300 ose 500 minuta nga 100 SMS ka secila pako dhe internet duke nis nga 3+3, 8+8 ose 15+15 GB. Kështu që kudo që shkoni me pas edhe brenda Kosovës është fjala, por edhe jashtë Kosovës, në rajon, në Evropë dhe në Amerikë, madje e keni internetin me vete nga IPCO, pa pas nevojë me marr SIM-a, me marr aplikacione, veç me një kod aktivizon internetin. Në ka ardhur një informat, po thotë edhe në Salzburg ka kolon rruga Alpenstrassen. Kuç po i lexoj sen ata. Ja ku mor dorën, Alpenstrassen, po, ja ku mor dorën Strassen, çto se ku pas problem. Strasse ishte rrugë. Ku ka kolon? Edhe atje, po. A mos me di Strasse, po rrugë. Po dese në krejt vende, domethënë ki Strasse thash çka është puna e kësaj Strasse, ajo rrugësh. Po rrugë. Kjo emri rrugë. Rruga Alpen për shembull në këtë rast. Alo. Telefonata. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Tirana Strasse. Nisini nga Prishtina. Hysen si je? Mirë, faleminderit. Si kalon? Mirë, juve? Mirë, faleminderit edhe na shumë mirë jena Hysen. Hajde tregona dëshira që kishe pas shef me tu realizu në këtë fund vet. Jo Hysen, po Misin. A Misin, oni në Hysen ta lash tash ti çysh Se su bo nomi. Mujte mus me bot madhe me thonë hajtë se së kanin mirë. Kjo e pela, Hysen. Ja. Kishe mujt me thirë për shdyti. Leva, kishe mujt me thirë edhe njerë me thonë tash nuk jam Hyseni, po shoki ti ngusht. Dëshira e me madhe për fund vit. Po? Kështë e me qenë po 2 dit para fundit vitit, 3 dit sa për vjen aty. Po, se jem tu problem. Kështë e me qenë
Për vjallu se Lëvizja me marr 70 deputet. Përshëndes shumë, faleminderit shumë, kalofsh mirë, ma mirë ju sen ta kësha lon. Nashta e kështë dhona i përgjigje tjetër. Alo, përshëndetje. Tash për vjallu se Përshëndetje tim. Se më shkaju që ajo poshtë. Kush na përshëndet? Politikë, është mësbjene se vish kam jenol. Po, Abedin si e si kalon? që njeri që i din Mirë sanet. fandet, jo si jeni, ajni mirë. Ha dhe tregona për dëshirën, Abedin. Dëshira ime për këtë vit të kisha pas 100.000 euro. Të të nejtë. Jo, të të nejtë jo, po me marë se jo. Po të mi posë, ato me nejtë. Kisha dit. Mi au hek pjonin ka pak, Abedin, mi fladit ka pak me atë. Kështu pra, Abedin. E kisha dit ku mi gjetë, ku mi avzjet venin. Se këta pja bojnë gojlën kush pi merë votat atje, vetë punë se Po ti shka me jo, thonë. heq më tyne. Po leje bre po zotin. Po heq mu votave dhe. Që gati e kanë, qëta shka me dollë me qitë Unë votën. am ka orë me vota. Qa ashtu? Le t'ja bojnë gati rruga deputetët. Ai ma shpesh po dal me votu se që po dal jashtë Kosovës. Po, dhe po mirë po. Brenda vitit. Po, seriozisht e ka, ma shpesh ju Ka m'dol si 500 vjet me euro mi pas votu. marë. Po, se sa që ku ju m'dol me shku dikun me shëtit, po hiq mu alla ile. Faleminderit shumë që na ke thirr. Ju përshëndes, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit Auf Abedin, Wiedersehen, faleminderit, auf faleminderit. Wiedersehen. Toyota veturat e mrekullueshme me 10 vite garancion i gjeni tek Auto Trade në Çaklavic, edhe atje mundeni me shku me i pa krejt llojet. Edhe mi bote as drive edhe mi marr informatat për secilin vetur. Plus ka mundësi domethën pagese edhe përmes bankës. Kështu që ju që po mendoni mu bo me një vetur 3 para se me vendos me marrë çfarë do veture, shkoni njerë deri tek Auto Trade, shihni vetura Toyota edhe tani vendosni çysh dani ju vet. Çe telefonata? Ta dhash një përgjigje në për temën kur e shtrove. Me fillim. Alo, përshëndetje. Ty ta kom shkruajnë Viber. Okej. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje, po. Alo. Apo na dëgjon? O, po dëgjoj shumë mirë, ti apo më dëgjon? Po, mirë. Kush puna telefonon? Po, është. Është me Gjona nga Peja. Emrin edhe një herë? Gjonja nga Peja. Gjonja nga Peja. Gjone, Po çysh Gjone, jemi moj. Gjane? Gjone zë shkone. Qysh edhe një herë? Gjane, mojze shkone është një kon. A mo Gjanja Po. jonë është plavushe me flokë të bardha. Po, qashtu mirë kije. Dëshira ime e fundit i shkon me pas kush ma pagu qëren e banesës me të 20 dhe turkam. Ti po kërkon të më thonë dikon që del këtu vullnetare dhe ta pagun qiron e banesës. Sa është qiraja banesës tane? 220 euro jetoj vitun, pa kërkon 220. 220. Okej, Gjane, që na e tham publikisht, kush do që don me u deklaru, na të tregojnë Ja, ata. pret Gjone. Se sa na folin për partije, për subjekte politike, i shkon mirë gjithat energji me Gjone. orientu në sene pak ma reale. A më nësh vish me najt në lidhje telefonike deri sa Fiona të fol diçka të na kallzon, vish po më vy numri jot i telefonit. Vish rrin lidhje Numri- telefonike. Pret mos ma kallzo publikisht. Po. Besimi e gjenë që tash përmes Viber, apo? Jo, s'është në Viber, është në telefon. Kallzo Okej. ti Fion diçka që aty shpejt. Po ne do më tregu për klimat timidejës, kret ju që këtë fundvet po planifikoni me pas nxehtë në shtëpi ose me pas ftoft në shtëpi qysh do që doni, sepse janë klima që funksionojnë në të dyja, e kanë teknologjinë inkuadruar inverter 4, quhet teknologjia e fundit me inteligjencën artificiale më të mirën të shpikur së fundmi, kështu që shkoni në Midea, e keni showroomin këtu afër Fushë Kosovës, apo edhe në çdo dyqan ku shiten klima, e keni Mideat me garancion edhe me super kualitet. 049-978-978 edhe njerë numri jon i telefonit. Na tregoni se cila është dëshira që do të donit me ju plotsu këtë fundvet, me ju realizu ose me ju plotsu çysh të doni ju. Hajde se Se u dash me nal, po e morëm edhe numrin. morëm numrin. Dhe po e kena marr numrin edhe po e kom verifikuar me herë, edhe në rregull jena. Alo, përshëndetje. Alo. Okej. Telefonata, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Nusreti. Nusrat nga na telefonon. Nga Mitrovica. Nusrat, dëshira jote e këtij fundviti është 2 pika. Mosh lirimtar që jenë gjimbe në hagë. Faleminderit shumë, përshëndes për qafi, tu në kalofsh mirë. Faleminderit. Qa, shumë rregull. Rruga Ferit Surri në Arbri, edhe kjo rrugë e ngarkuar që vjen prej Kforit e poshtë. Do më thonë është një informatë e radhës që na ka arrit në 049978 Qysh brenda atje kolona? Merë një superbokti, se kom atë kalzun alo, po merë që aty ka dal ndreq ju. Ja ku e kam, Qasja për të krethi isha Glavicës kolon e gjatë. Dalja autostradës në Fushë Kosovë kolon shumë e gjatë. Fushë Kosova me kolon ose dalja nga Prishtina
te zona industriale fillon kolona, vazhdon atje deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Pjesa poshtë veternikut është me kolon deri tek rrethi Duplex. Besa Dupleksi sot pianiske. Kolon ka edhe rruga Gim Ramadani nga Ullkryqi i Menzës te komuna dhe Anasjelta. Stuhen informata që kanë arrit në 04997 Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet, gjyshe? Gjyshe oje. Si kalon, gjyshe? Që mirë, dhe ndëgjoj juve. Po më vjen shumë mirë. Gjyshe? Por na? Pse i ki sytë e mdhaj? Për me të pa thuj ty ma mirë, oj, gjyshe. Për me të pa, unë i kam sytë edhe syza së kur te. Shumë mirë. Gjyshe, dëshira që do doje të realizojnë këtë fund vit, cila është ajo? Dëshira që do doja më preku fjolla e dojës fjonë se që ke rushe, edhe u do të rova të thire. Doja jam është taj, po. A jytja? Po jemi, po dhe fjonën e ka shtiq aty. Pe bojna shirë. Ane, e përshëndes. Edhe deshta u të rova të thire se kisha pas dëshirë të kam me djallin, me nusë dhe 2 që ke rushet. Këto? Për fund vit, po nuk vinë. Okej. Janë shumë largë. Sa largë janë? Ku jetojnë? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës në Atlantë, në Gjorgje. Jo, ben gatë ko kanë veç që ka bo se ishin ardhë. Jo, për largë se kanë lanë ata. Ja 2 ditë largë. Kur gjasë? Vjen vetë, vinë verës. Mjaftu shumë. Faleminderit shumë që na ke thirrë po të përshëndesim, më gjyshe. Faleminderit për juve për një përshëndes. E na bo gati me fionën me shku deri në Albi Mall. Hajt po shkojmë që tash erdhë. Qato 100.000 të Abedinit. Po, i rahatojnë. Në Klam Radio dhe KTV. Në Klam Radio dhe në KTV po rikthehemi edhe njerë për ju tregojmë për ato pjesë të më të ngarkuara, por para prakisht duhem ju tregua edhe njerë që me shku tek Petrol Company në Ajvali, sepse përveç derivateve më cilësore që bëni më shumë kilometra, ju atje keni përfituar edhe çmimet më të mira. Euro dizeli 1.9 cent, benzina 1.10. Tash ju që t'jani lapsin që doni, në Ajvali e keni këtë super ofertë tek Petrol Company, edhe boni pjesë e lojës shpërblyese. Nuk i dije, do më thane, i merrni një kupon, 2 kupona se më varet sa keni me mbush makinë me derivate, edhe euro 1, 22, 33, edhe mundeni me fitu veturën, edhe që me u bo me një vetur për këtë fund vit. Hajde telefonata tjetër që po na pret. Ne dini, alo, përshëndetje. Që ti sunive mikrofon tem? Jo, në niva vetë. Ja kum nalë të im fund. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Muharremi nga Gjermania. Qysh je Muharrem, a je mirë? Mirë, faleminderit. Vjen mirë. Jo, a jeni mirë, se po kaloni. Edhe na për mrekulli. Muharrem, cila është ajo dëshirë që kishe dashur me tu realizu këtë fund vit? Këtë fund vit kisha pas dëshirë me 28-in me kalu zgjedhjet sa më mirë, edhe me fitu më i miri. Çashtu po. Okej. Ja nisë më morrën shef pak. Ja, unë deshta me thonë me kalu sa më mirë, me na mor lakmi tjerë, edhe me fituaj më i miri. Okej. Faleminderit shumë për përgjigjen. Hajde të gjitha të mirat, faleminderit shumë. Si përgjigje dhe që do më thonë flasim për procesin si proces, okej, për parti, për subjekte, për emra, ju lutem mosni. Po du më ju tregu pak për programin e Swiss Diamond Hotelit, krit ju që po planifikoni këtë fund vit me i kalu festat ashtu qysh i kanë hije edhe në mënyrë shumë elegante, kështu që prej datës 24 në vigjilin e Krishtlindjeve keni mundësi me shiju një darkë super speciale në Swiss mandemi 25 në ditën e Krishtlindjes, po ashtu ka aktivitete festive edhe për fëmijë, ka brunch edhe për të rritur edhe për fëmijë, ka vizita nga babadimri, dhurata, kështu që edhe me 25 ju pret një ditë fantastike. Me 30 dhjetore keni Albana dhe Albina Kelmendi, ndërsa me 1 janar është Gala Night, ka me përformu Irma Libohova. 038 400 040 është numri i Swissit, nëse doni me telefonu për rezervime, për çfarë do pyetje që keni, Swiss Diamond Hotel Prishtina. Alo. Mirë mbroma Arsim Shoku. Mirë mbroma Ahmet Shoku. Që ta shpesha që më thova ditë mirë mbroma, unë thësha mirë dita në Gjermani, që ta shpesha që për kaftar. Ja, ty të paskarosët shëqeri, po mdokët. Ni të lo më sara, po në gati. Ja, do të pikë pak kaku, do të aki baka përse. Ahmet, si jesë si kalani? Kalani, ajni mirë që shvalani. Faleminderit, mirë, shumë mirë. Si ke kalute?
Vallaj, Arsim, më garetësimit Prishtina të ke. A Unisa? Ja, Arsim, ku morë që 3 det, Arsim. A je ardha? O, Arsim, dëshira jem me modhe në lindje me ardhe. Dëshirë më të modhe. Nuk ka asë një që më bëllat. Po e pret që këta diasporës kur thirin e thojnë që ta, do me thonë më kanë hi do farë, s'po di qka më kanë teka politika, më tranun. Dhe isha dëshira ma e madhe kish me qenë në Kosovë, me festu vitin e ri, ja qka po di une, po si do që tjetë zgjedhja aty në. Ashtem, unë e pëtham ato temë, besa rafsh, tejnë 5.000-10.000 erë me dhonë maknatësis dhe me ardhë në shpetonën nuk ka, besa. Ani, po më vjen shumë mirë që e ardhë knaqo, festa edhe shjaje këtë vitri këto. Valar se mu shkrina. Po shi është 200 kila i ke po shkrina, adin kështë që po i sarë po vi këtu po të pësor. E kam se këtu, se këtu unë i gremi o kogje i malë ko dhe pjatë kofë valoj Arsemi o shku prom që atë i kalë notë se kumë hongë benitur të mazve shkrim ka. Po të përshëndes edhe të folja krejt atje bashkatdhetarëve tu. Faleminderit Arsem, e kalofsh mirë, e të folja gjithë, ne efektënve kojshive, po do më thonë. Jo, për dyshe gremja ty si e këto. Gremja njët për vend që punën shumë e druz, di edin? Bravo, kuzhina, sene, po, tranojnë. Ta marojnë fionën pitrunit si mos me kanë. Me po me desh një kuzhin, ja prena suku më kone bine, ja di. Po, që ashtu e di. Faleminderit shumë për shëndesim. Një komodje me interesu. Po për ves. Që s'ta shtë japi numrin fol një privat ma vo. Që pja numrit edhe e thirë qëfar e danë. Edhe ato me zbritje, arse me zbritje kot derin të rëtenishe. O lese e ka gjithë kjo një nëzvi të thonë qështu. Faleminderit shumë për shëndes. Okej, hajde ka lezim. Ciao, vish po ka qef me të ngusë mos se për shëndete. Na ju nas diamant janë ajti shka poste për dolapa, për këse e kom dani. I ka kry. Diamantët sa kanë zbritje në Rubin? Qëlloja? Diamantët kanë zbritje 20%. Bravo. Stolit nga ari? 10%. Bravo. Po qështë si moj men? Po qështë si moj men, po më dalin për para ato. Bling. Shkoni në Albin katin e 2 të keni Rubinin, po? Deri sot i thom komunikacionin edhe njëherë mikrofonit, pedinte. 049978 pjesa poshtë Vetërnikut me kolon deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Kolon ka hyrja në Prishtinë nga kazerma Demiasharit deri tek udhkryqi i Menzës. Rruga Tirana me kolon po vazhdon me qenë drejtim të rrugës UÇK dhe në drejtim të rrugës Zagrebi. Pastaj kolon e gjatë është qasja për tek rrethi i Çaglavicës dalja autostradës në Fushë Kosovë dhe vet Fushë Kosova nga zona industriale e Tutje. Këto janë dhe informata të radhës që i kemi pranuar 049978 Çe telefonata? Një 2 Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Telefonon Besmir nga Llocer në Zvicra. Qysh je Besmir, a je mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, edhe na shumë mirë, me juve shumë mirë. Tregom cila është dëshira që kishë dashur. Faleminderit, besoj që kena kohë dhe pak, a? Po. Dhe në fund vetë. Të dëshirë për fundvitit të kam, po e kam një dëshirë për vitin ashtu. Hajde. Të dëshkoj ma dhe Kosova dhe Shqipëria për kupën botore. Po thu me shku në botror. Kjo është dëshira jote këtij fundviti. Tash kur ndodh let ndodh, po me rëndësi me ndodh. Vitin tjetër e kena luajtur. Kur do s'ka lidhje. Të shkova në Kosovë, thash shpares pak, edhe kismet të shihim Amerikë. Va. Po më pëlqen shumë. Po shpresojmë që njona bile prej tyne me shku dhe ti me shku atje me u knoq, edhe me shiu, do më thonë, kampionatin botror. Para më nësh pak knatësie ka me qenë për shqiptarët e Amerikës, me mujt me ponja në prindeshjeve aty që janë. 3-4 e këshyron, po me qenë edhe dikush atje dhe pse ka boll shqiptar, e di që apet stadiumet atje kanë me thonë çka u bo, ka dullën këta. Këtë kuqezim. Ej, faleminderit shumë. Fundjavë të këndshme, faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes. Edhe na ty shumë, faleminderit. Trenieri dha kur lutem Sloveni, tha se desha jo në Prishtinë në Sloveni. Tha nuk më isha tha me ditë ku jena. Tash normal, nuk komunitetet e shqiptarëve në Amerikë. Nuk din akoma ti asgjë. Janë kogja të zjarrt kështu. Ai ke pa për festat e 28 nëntorit, e kështu domethën ata i kretë rrugët i bllokojnë e paramendo për lojë çka mund me bë. Uroj që kanë me pas fatin me i pa live ndeshjet. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Reshet Shejëm në Itali. Si e Reshet? Mirë. Italia. Si ke kalu? Mirë. Qysh ka qenë dita jote sot?
Me shi, me mjegla, me... A dha atje mjegull po ka, Po. Se po ankohem veç këtu, aj mjegla gjithë ka, zdi që ka u bo kështu. Ja, marrë këtu, ka. Hajde tregona resheta, po, se mos po ta bëj reshat. Tregona dëshira që do doja të realizohet në fund vitit, këtë fund vit. Dëshira e me orë në Kosovë, po s'po ka mundësi. Do më thonë, dëshira jote kish me qenë këtë fund vit, me qenë ti në Kosovë. Po, s'po bënë, nuk po lejon puna. S'po lejon puna. Po shpresoj që vitin tjetër me qenë këtu edhe me festu, po edhe nëse s'është viti ri, kur do që vjem feste kena na këtu. Faleminderit shumë që na ke thirrë. A bën edhe pak? Po? Shpejt. Nëse bën me privat, deshta më lejmo që sojna zovoj pejes. Qëre se hupi si muhabet. Interesant, po më vje mirë që je ka në vigilent. Unë që tash ti dërgoj dhonat edhe ti kontakton drejt me ta. Faleminderit shumë. Se na ashtu e bojna, më thonë, kur ti bojna këtë farë pune, qështu e kina bojt gjithmonë. Që unë po ti dërgoj dhonat ty me njëherë që tun edhe ti mund është mi shkru edhe ditën e mirë. Faleminderit, je i mrekullueshëm. Faleminderit. Festofsh e gëzofsh gjithmonë. Edhe paq gjithmonë. Faleminderit. Ciao, ton, kalofsh mirë. Faleminderit. Qështu. Ja nisa pak me menu më hinje një farë menje, thash qau, të ndodh. Po e desha që deri në fund ndodh. Nuk deri, nesër. S'do isha me fol, hiç tash deri në fund s'folje. Nuk është e drejtë me thonë diçka, po. Edhe doshta diçka me po, në fund po e lash tash, le bëj diçka. Ujë rrugove për juve që po vini në Kosovë, kur të vini, domethënë se dënim janë një shijen e ujit, kështu tamam të ujit, e merrni një shishe ujë rrugove edhe shijoni deri në maksimum. Uj ma të venit, se të venit, do me dhënë s'ka. Alo? Që kja më? Alo, përshëndetje, Fjona. Përshëndetje dhe për ty, me këpo flasim? Në gjatë një repeja. Në gjatë, që shje? Mirë, falem A i mirë? Mirë. Pejen mirë, bukur? Po. Me mjegull, po. Si krejt vendet, shumisa e vendeve që ashtu? Simpatike. Në gjatë, regom ti, cila është dëshira që kështë dasht me tu realizu këtë fund vit? Këtë fundit kisha dosh me e dhe ka një pëngjie. Edhe ka një penzion ekstra me po. Okej. Po. Hajde po shpresoj ka me të dëgju ti kush. Isoma. Faleminderit në gjatë, përshëndes shumë. Faleminderit, përshëndet edhe ju. Faleminderit. Pak zhumë, diçka që ka bo? I kish pas kushëret aty që e di unë. Alo, përshëndetje. Tash më s'puna e telefonit. Unë isha me shtikryt në kushim, po s'usha. Kush ta ka telefonu? Ajtë qërë që aty me kënosht. Alo, mirë mama. Mirë mama, kush ta ka telefonu? Ohim paran se na spresim. Ju ka telefonu Mjall, ka të Prishtinë. Ku je më Mjall? Çka po bën? Që, ti po vëllsh edhe si blet, interesant, s'ko ke vish Mjall. Po te Mjall. O i Mjall? Allah. Për me Mjall, apo se na ka foli dikush tjetër, ta gjyshe, po ja ka Mjall. Qështu diçka. Mjall, cila është dëshira jote për fund vet? Që me fol gjyshja vetë telefonion. Po, ajo është e jona. Cila? Qundete. Me qundete? Po. A dino? A shëndete. Ne pa gjithmonë i zemër. Jo te veç krejt fëmijët e botës. Ku do që ka fëmijë? Jam. Përshëndesi Mjall. Edhe po ndeti përshëndet po. Edhe mos sill na i ka se me bomet po dika ti e din se llak hojnë ana. Si Mjall, kështu të lak, një paramena me thonë, hajde të hoj Mjall. Për që afojmë shumë, po, tha cimi edhe në fillim, mundoni pak me na kushty prej telefonatave të fëmijëve, se zakonisht kemi qef me bizitu me njerëz më tritur që kanë përgjigje konkrete. Ti numërim vet, ajo gjysh që ato thonë Mjall ta. Që tjetra ti u habite. Alo. Jash. Shova pe. Al shove pe. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Sadik on telefon. Po çushi, Sadik ai mirë? Që mirë si jeni jo? Mirë, faleminderit. Mirë vetë Sadiko. Çushi, Sadik. Mirë si me kalon. Mos komunikoni ju dy. Mirë, Sadik, tregom cila është dëshira jote për këtë fund vit. Ulloj, kam shumë dhe që tash për momentin dëshira ma modë që kësha posë mos me djetë kolon ka të vinë Kosovë. Mos me prit kolon. Hajde preman fut një bërgjigje mirë. Ej, Sadik, ma herët ka një lajm, dikun 10 kilometra kolonat e gjata në kufirin Serbi-Kroaci bibjen. Kur gjës është? Nuk e di edhe Kur kime unis? Unë nista me të 22 në kampanien prej Suedis për Poloni.
E tani anina ku të mritash, nuk e di ku të mritash, do të mja bon në qyne zgjidhe dhe me kështu në kufinit tjetër, me gjitha kufima të vogël, dikona diçka me bone fare. Vjen pak ma gjatë. Faleminderit shumë Sadik. Rruga e mbarë ty. Urime festat e fundvitit. Faleminderit, hajtë se besoj që kena mund dëgju prap. Po, është bën shumë. Mirë. Hajde gjithat mirat, faleminderit, rruga e mbarë ty. Tung Sadik. Hajde, faleminderit. Se s'po guxoj me fol hiç. Hiç mos falti. 16:36 për ditësimi i fundit nuk po shoh që ka ndaj far kolone. Merdor është 200 metra, Njarin është 3000 metra. Tenash. Po koha e hyrjes në kufi. Për Kroaci ke fjala më herët lajmi. Po, në Kroaci po, në Kosovë është gjithçka në rregull. Në Kosovë që ka gjithçka në rregull. Kjo është një lajm i mirë për ata që ndoshta janë afër të ardhmë. Shliron pak prej atij kufinit, tani vin këtu pak më lirë. Se e mojta që të kongën gjanë, thash atin kur tirë dikush për kësi për gjanën është janë tjetër e kumë thirën e gjane. Jo, siguraj. është Dafina Zeshiri me Brunën dhe me Klajdin. 04-978-978 vazhdojnë arrini informata rreth komunikacionit për a tregojmë për pjesën e rrugës Çaglavicës, për me shku tek rrethi Çaglavicës me vazhdu tutje për në Prishtinë. Kolonë gjatë, po, dalë autostradës në fushë Kosovë, kolonë gjatë. Zona industriale, po, fion, çevish pak. Zona industriale është me kolonë nga zona industriale deri në fushë Kosovë. Çka ke të thonë? Nga Veterniku lart kolonë deri tek rrethi i ambasadës, po. Na lusën ai more me rrethi. Po çamë po rrafë me rrafë. Një lajm të mirë apo don për shtetin ton. Nëse ke dëshirat po i rezervojnë për shtetin e Kosovës. Na ka njoftë edhe një shtet tjetër. 121 shteti e mboq që po e njohin Republikën e Kosovës. Edhe një, kush na ka njoftë? Bahamas. Qa pas një bo mirë. Se e kena përmen gjithmonë, jo, po shkojmë, po vishë s'na njofshit zërshëm. Mas liberalizimit, Selaniku, du me thonë, ka një destinacion. Tash Bahamas ka me konë që ashtu. Si vjetë është Vjena, Selaniku i këti viti është Vjena. Tash të këshyri vitin tjetër, kush ka më thonë. Bahamas. Qa tje po shkojna. Vish të këshyri mos po na del na i lini kështu Prishtinë Bahamas. Bo, na, ju të përshëndesim nga Bahamas, tu nga plazhi numër 8. Në alvish pak. Amo që tu të më thonë. Alo. Dëshira ime fund vitit, ja. Bahamas. Alo. Ani që ta për në qefet. Alo. Me shku më rrës, me na njoftë për na vinë për... Po s'met njoftë tani ata së më pohen? Po du me shku. Se po thoi një, se s'pot njohë, me kush jetë e kështu që mirë pas ka njoftë ashtë. 04 që se keni njoftë, më rrasë e këni këshyri ju Bahamas kur emisionin tona. Kolon e gjatë po shihet rruga Ahmet Krasniqi për me dalë të kreti prapa stadiumit Fadil Vokri, rruga Zagrebi me kolon deri tek shkolla fillore model, e ngarkuar është pjesa rrugës Agim Ramadani nga Uttkryqi Menzës te komuna dhe Anasjeltas. Kjo është edhe telefonata e fundit për këtë javë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Jam Shahiti prej Peje. Sajit, si kalon? Mirë, por Zotit, mirë. Unë vjen shumë mirë. Hajde tregona dëshirën tone, cila është dëshira jote për këtë fund vit? Cila dëshirë kishe dash me të plotësua sajt? Dëshira ime këtë fund vit është me festu mirë, pa fishek zjarre dhe pa lëndime. Me hinë zibën e Kenisit. Pa me të pas thonë, thuj që është thirr i fundit s'kishe thirr. Faleminderit shumë që e ke dhënë këtë përgjigje. Tu kalofsh mirë. Gjithë e mira, ditën e mirë. O kish me qenë mirë, edhe unë thash një ditë që e përmenu me Fionën. Policia, po mojnë thire, sa që po mojnë. Policia, po dika po dalin pi gjepit ato, që shpilshojnë pi gjepit se di... A ju ka mejtë për vitit kalum, jetë si bomba. Po vish kur të shëve të shtu fyt një shka. Po desh një ditë me tërku leje disa fmive, më falni, i lutem, mos të lëshoni, vish 5 minuta sa të kalojmë, se për një me kënë traumatike. Po, këtë janë njëre... Jo, petardi zakonshme, ato kënë dridhëse, do me thonë. Jënë tipiri me update. Që vetë sa u dëgjunjo, nuk e di ku dikon në qytet, gjoma tu dridhën. Ta keni parasysh që na jemi gjenerat që kena pritu luftën. Po bashkë që ke lartësi u konë, kura ne kom pa bombardime. Shuplaka me re shumë, po këcena ka njerë. Përveç këso ajmë se harujmë lëndimet. Kemi raportime çdo vit nga spitali, nga urgjenca se çka ndodh me përdorimin e fishekzjareve në mënyrë të pa kontrolluar, të pa kujdesshme, kështu që lutem bani kujdes, po i bashkangjitem edhe unë zotëri Sahitit. Shkum? Kretë çka duhet me boj jo është mos me harru me bovesh një sal me ep shumë dashni. Deri tonën pashit plot shëndet. E pashi një super fundjavë, krejt ju që ishit me Glam Radion edhe me këtë vend deri më tash. Mos harroni jena bashkë edhe për një orë tjetër me frekuenca tona, kështu që do të dëgjohemi pas pak. Nëse s'keni mundësi me vazhdu me qëndru me Glam Radion, shihemi të hanën, tung.
check 1 2 1